Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Vojnë. Mirë se takohemi së bashku në rubrikën më të bukur, rubrikën për fëmijë. Unë faktikisht sot kam kënaqësi të kem në studio një vajzë e cila ka zgjuar shumë kurreshtje tek të gjithë. Vërtet na ka ardhur shumë e ëmbël, shumë e bukur, shumë dinamike, shumë interesante. Ajo është Albana Gojçaj. Albana, mirë se erdhe. Mirë si më gjete, faleminderit. Albana, vërtet është shumë kënaqësi dhe na ke kënaqur të gjithëve më njëherë sa kemi parë spotin dhe këngën tënde. Na ke kënaqur pa mas, jo vetëm ne këtu në Malsi që mburremi me ty, por kudo që jetojnë shqiptarët jam më së bindur se janë kënaqur me këngën tënde, duke qenë se ke sjellur diçka ndryshe. Ke sjellur një version i cili prek shpirtin e çdo shqiptari, gjë për të cilën dua të falenderoj pa mas. Albana, do më tregosh për momentin se si po ndjehesh. Po ndjehesh shumë mirë. Më trego pak për veten tënde. Ku jeton, në cilën shkollë shkon? Unë jetoj për Amerikë, shkoj në shkollë McGregor Elementary në Rochester Hills. Bukur. Çfarë të pëlqen ty zakonisht të bësh gjatë ditës? Çfarë bën më së shumti? Më shumë shkoj për këcime, shkoj për piano, kam shumë për shkollë. Pra merresh me aktivitete të ndryshme, por më shumë të pëlqen muzika, që ka të bëjë me muzikën. Mirë, ti pra jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por je tek të afërmit tu këtu në Malsi, ke qenë pothuajse gjatë gjithë verës, je kënaqur, të kemi parë, jemi kënaqur të gjithë me ty, kemi kënduar të gjithë me ty. Do më tregosh si ke mësuar gjuhën shqipe, kush ta ka mësuar, se flet shumë bukur. Mua ma ka mësua mami e babi, se një për shtëpi, shumë na ka thënë mami e babi me fol shqip, se janë shumë mirë për ty. Bukur. Po e përdor gjuhën shqipe edhe me vëllezërit, e përdor edhe në shkollë apo vetëm në shtëpi? Shumë në për shtëpi, se në për shkollë në kanë shumë, po në për shtëpi folim shumë me vllau edhe për me motër. Bukur. Ke shok dhe shoqe jashtë shkollët që flasin shqipe dhe ata që shoqërohesh ti? Po e kam një grupi Gjergj Kastrioti, janë shumë shqiptar, si folim me ta, ashtohem, kthejmë bashkë dhe flisni shqip. Bukur. Sa rëndësishme është për ty që të ruhet gjuha shqipe dhe traditat shqiptare, duke qenë se të shohim të veshur me xhublet? Sa është rëndësishme? Si mendon ti? Shumë rëndësishme për mua. Duke qenë se ajo është veshja tradicionale shqiptare, apo jo? Po, është po. Dhe të pëlqen ajo veshje? Po, shumë. Çfarë të pëlqen më së shumti nga ajo veshje? Xhubleta si duket në për bota, shumë e bukur. Shumë e bukur, vërtet është veshja më e bukur që ekziston. Mirë, do më tregosh se si ka lindur kënga, faktikisht si erdhi deri tek realizimi i këngës tënde, e cila mban titullin Jam shqiptare. Unë kam marrë deri te kënga i këtu prej babis, se babi ka kënua më shumë, edhe ma ka pru rrugën deri të për me nis me kënua. Dhe kush ta ka realizuar këngën? Ma ka realizuar Nikolik Prandaj. Bukur. Si u ndjeve kur e këndove për herë të parë? Si tu dukt për herë të parë kur e këndove këngën? Me më duk shumë mirë, sepse është shumë fjalë si është për mua, si janë fjalë të jemja, e janë fjalë se më thonë për mua, e si du mu ba kështu. Bukur. Çfarë ndjesie të jep kur je e veshur me kostum tradicional kur këndon? Është më bukur kur je e veshur me kostum tradicional apo kur je e veshur thjesht me uniform shkollë apo atë çfarë vesh në përditshmërinë tënde? Mua më pëlqen më shumë tradicionale, pse tradicionalet rrin gjithmonë për gjuhën e shqipes e në për shqiptar. Pra është diçka shumë e veçantë. Bukur, atëherë përpara se të vazhdojmë bisedën tonë, unë do doja tani për gjithë shikuesit ta sjellim këngën, ta dëgjojmë së bashku këngën me titullin Jam shqiptare, të cilën ta ka realizuar këngëtari Nikolik Prandaj, por që ti ke një histori të gjatë, duke qenë se edhe babai jot merret me muzikë. Atëherë, miq të nderuar, shikues të dashur të televizionit Vojnë, të ndjekim të gjithë së bashku dhe të këndojmë të gjithë së bashku me Albana Gojçaj. Vërtet një këngë shumë e bukur dhe një spot vërtet shumë interesant. Albana Gojçaj, where are you from? I'm Albanian. I'm from the land where Gjergj Kastrioti, Skanderbeu, Mother Teresa, Ademir Shari, and the Xheluli are from.
shikues të nderuar, ndoqëm këngën Jam Shqiptare nga Albana Gojçaj. Ndërsa tani dua ta pyes Albanën se sa ka ndihmuar babai i saj në këtë rrugtim. Dhe e dim të gjithë që ai është këngëtar dhe ai ka disa këngë të cilat mund t'i gjejmë edhe në YouTube apo edhe nëpër televizione. Do më tregosh se sa të ka ndihmuar ai në rrugën e bukur të muzikës. Ti përmendë që ai të ka ndihmuar, po sa mendon është ai personi kryesor që të ka shtyrë ty që të merresh me muzikë? Kam supportua shumë edhe më pëlqen si më supportua, se nuk kam supportu mami i qyteti, nuk ite me kënë këtu. Nuk kishe me kënë këtu ku je. Bukur. Në cilat evente apo koncerte ke marrë pjesë deri më tani? Ne të kemi parë shumë. Do të thotë ke qenë shumë aktive në Instagram, në rrjetet sociale, në çdo koncert që ka ekzistuar, Albana ka qenë ajo që shija mbi tort. Do më tregosh se në cilat evente morë pjesë? Kam marrë në vetë pjesë, kam marrë në New York, vitoj, në 2022 vitoj, në për Malsi, edhe në Michigan, në kisha Zoja Pajtore, edhe kisha Shampolit. Bukur, pra çdo kund ty të thrasin sepse ke një zë jashtëzakonisht të bukur. Mirë, cilat nga këto evente ku ti ke marrë pjesë ka qenë më i veçanti, ka qenë më interesanti, më i bukurit, ta duk ty më i bukur se çdo event tjetër, të ka mbetë në mendjen tënde dhe nuk mund ta harrosh kurrë? Unë kurrë s'kam e harrua si të kisha e Shampolit, kur e kam kënua parin këngë, Jam Albana Shqiptare. Dhe s'do ta harrosh asnjëherë, ka qenë momenti më i bukur për ty, ë? Po. Si reagoi publiku? Duar trokitën ata? Po, druan trokitje, më pëlqen shumë se kam bë, ma ka pëlqyer këngën Jam Albana Shqiptare. Bukur. Mirë, a ka ndonjë moment nga skena që do ta mbash mend gjithmonë, ndonjë moment që ke dalë në ndonjë skenë të madhe dhe të është dukur vërtet shumë bukur? Si kam thonë ashtu në kisha Shampolit më pëlqen shumë, sepse ajo kënga kanë prej Ramazan Çekaj, edhe më vjen shumë në zemër se ajo këngë është shumë si kënga jeme, si më përmet mua, si pra, jam. Pra të mend edhe emrin tënd të përshkruan ty. Mirë, po këtu në ndonjë skenë në Malsi, cila ka qenë më interesanti event që ti ke marrë pjesë? Mu kam pëlqyer kur jam kanë Miss Malsia, Nikolik Pranlej, e kam kënu këngën Jam Shqiptar, edhe më pëlqeu shumë sepse janë kanë shumë disa njerëz si më ka pa një këngë. Bukur. Dhe ke qenë e veshur me xhubleta, po jo? Po. Bukur. Si ndihesh kur publiku të duar troket, të pëlqen, të brohorasin, kënaqen me ty, si ndihesh ti? Ndihem shumë mirë se më pëlqen se e kanë qef këngën e jeme, e se kanë qef si është kënga fjallit jeme, si e din si a kënga jeme, e supportojnë shumë. Bukur. Po ke emocione përpara publikut, përpara se del në skenë, si ndihesh? Të rrah zemra fort apo si ndihesh? Më pari herë kam bërra pak zemra se kam thënë zine kanë me pëlqyer ajo, po atëherë disa herë kam nalua zemra tu me bëj ashtu, edhe më shumë nuk jam kanë frikë se e di se më pëlqen. Bukur. Po kush zakonisht vjen me ty? Kush të shoqëron? Ke atë që vjen gjithmonë, ke përkrahjen më të madhe? Kush vjen me ty në evente? Mua e kam më shumë tin babin, po edhe mamin, po edhe e kam Vajza Halls, shumë kam një mua, edhe Joli Agoli, Joli Paparisto, kam një mua me dalë për skenë, si më përshënden, e më pëlqen shumë. Bukur, i përshëndesim edhe ne që të gjithë, dhe natyrisht edhe i falenderojmë prindrit tu, dhe të gjithë ata të cilët ty të suportojnë, dhe ata të cilët të sollën ty sot këtu për të ndarë eksperiencën tonë jashtëzakonisht të bukur, dhe besoj do jetë një eksperiencë që ti do e mbash mend gjithmonë dhe jam më se bindur që do jetë një rrugtim i gjatë në fushën e muzikës dhe shumë i bukur, me momente shumë të bukura. Di që edhe këngëtarët të njohur shqiptar të kanë përkrahur pa mas. Ti e përmendën Nikollën Nikprelej, por jo vetëm Nikollën Nikprelej, por edhe gjithë këngëtarët e tjerë të kanë postuar në faqet e tyre zyrtare, në Instagram, në Facebook, këngën tënde. Si e ndjer për këtë gjë? Ndjem shumë mirë se e ma shej muzikën, edhe e ma shej sa e kam muzikën, e më pëlqen se i qitim, pse një nuk e kam qit, nuk kur s'kite me ditë për këngën jeme. E të në pëlqen si ma shumë hala, ma ka tha ma shumë për njerës për me thonë shko bën e follow, shko këshire, ato kur e shenë, ja pëlqen shumë, sepse
Bukur. e bukur, atëre qitin e më shumë, e më Pra shumë. do të thotë gjithë atyre ju ka pëlqyer kënga jote sa e kanë qitur, sa e kanë postuar në faqet e tyre. Se mos nuk ishte pëlqyer, nuk e kishin postuar. Po. Pra është diçka që duhet duar trokitur, duhet vlerësuar punën tënde, zërin tënd, talentin tënd. Mirë, atëherë dua të pyes edhe diçka tjetër sa i përket folklorit. Di që ti merr pjesë me grupin folklorik Gjergj Kastrioti, ke marr pjesë edhe në Vitoj, të mbaj mend të vogël kur kemi bërë intervistën tonë të parë, siç e përmendë edhe Joli Paparisto apo jo. Dua të di se çfarë bëni aty zakonisht, sa herë në javë keni ushtrime, sa të pëlqen folklori e kështu me radhë. Mua më pëlqen edhe ton neve në pëlqen me kecim edhe një për hanen, janë gjithmonë klasat në për 6 sahati. Pra shkoni çdo të hënë dhe merreni me mësimin që mësoni aty në lidhje me folklorin. Bukur. Ty të pëlqen më shumë të këndosh, të vallëzosh apo të veshësh me kostume popullore? Më pëlqen të tonë, se s'muni me ashtu. S'munesh me Se ndasje, no? janë tonë të bukra. Mirë. Po në shkollë mëson mirë? Je nxënëse e mirë? Po, e mëzon se mirë. Do më tregosh në cilën klasë je? Sa vjeçë je faktikisht? Unë jam 9 vjeç, edhe shkoj në klasë 4. Në klasë të 4, një nxënëse shumë e mirë, një këngëtare shumë e mirë, një vajzë shumë e talentuar. Mirë, si ndjehesh kur del në skenë bashkë me grupin folklorik? Çfarë ndjesie ke kur je me gjithë shokët dhe shoqet? Më del shumë të mirë, sepse janë aty me më supportua në përkëcim, edhe unë e supportoj ato, se unë dua ato për mu rrit, a din? Absolutisht. Të mu këcyve, atëre më pëlqen shumë me kënë me to. Ndjehesh më mirë kur je vetëm në skenë apo kur je me gjithë grupin? Kur jam me gjithë grupin, se me gjithë grupin, ato janë ty të me supportua e ashtu. Bukur. Mirë, për momentin ti je në Malsi. Si po e kalon ditën në Malsi, si ke kaluar pushimet, do më tregosh pak sa? Mu kam kaluar shumë mirë, edhe pëlqen qyteti sa bukur është. Çfarë të pëlqen nga Malsia? Ke ndonjë ushqim special, ndonjë vend special apo diçka që do doja ta veçoj? Mua e kam shumë special, me thonë se në për Vuksan Lekaj është shumë e bukur, janë ofër se në për Tuzën bukur, edhe ashtu më pëlqen. Çfarë të pëlqen të hash këtu që gatuajnë? Çfarë të pëlqen nga ushqimi? Këtu në kitë me thonë se edhe në Podgoricë, edhe këtu janë të burekat më të mira. Burekt më të mirë. Pra të gjithë i keni për shef bureket. Mirë, gjithashtu duhet të pyes, duke qenë se është duke u sjellur ky spot i jot, do më tregosh, e kishe të vështirë ta xhiroje spotin? Sa kohë të është dashur për ta xhiruar spotin? Kjo ditë shumë e mirë, nuk kam kënë pak frikë, po kam pak frikë se Por edhe emocione, apo jo? Emocione. Po. Edhe më pëlqeu shumë se kam shku të toni të vena, Ke në shtëpia te Xheluli, një për Niagara, Niagara. Shumë bukur. Mirë, po sa i përket këngës, sa kohë të është dashur që ta mësosh këngën? Ka qenë e vështirë kënga për të mësuar apo e ke mësuar më një herë? Kam mësuar më një herë, sepse më ka nisë Nikolek Pralej kapak, atëre kam mësuar më shumë, atëre kam mësuar goja me i thonë, atëre e kam më kollaj me i thonë. Bukur. Mirë, gjithashtu do doja të pyesja sa i përket edhe natyrës në Malsi, nga natyra. Cili vend të ka pëlqyer më shumë? Vitoja, Cemi, apo ndonjë vend tjetër, nuk e di, Korita? Mu më pëlqen më shumë një për Korit, se Korita shumë e bukur, po edhe një për Vitoj. Cemi shkoj më shumë, se Cemi është mirë ujtë, është shumë e bukur vendi. Bukur. A ke pasur mundësi të marrësh pjesë në çdo event që është organizuar në Malsi, gjithku ku të kanë thirrur, apo të është dashur diku t'ju thuash, me falni, po s'kam kohë, jam me zën? Jo, më shumë unë nuk jam me zën, unë jam më shumë si kështu, E lirt, apo jo? lirt. Pra ke marrë pjesë në çdo aktivitet. Po. Di që ke marrë pjesë edhe në Shqipëri, apo jo? Në për Shqipërinë nuk kam kënë në të për shumë të me këndua, po jam kënë aty shumë, se kam gjyshin aty, a shumë bukur veni me hongër. Po di që edhe në Shqipëri të kanë ftuar edhe në intervista, edhe në Kosovë, pra ti je bërë një vajzë shumë e njohur. Çfarë të thojnë shokë dhe shoqe, të dinë ata se ti je bërë e njohur? Atë dinë se vajzë shumë, edhe më pëlqenë, se më supportojnë, më thonë, mosh ke mu ba ma mole, si Nikolnik Prelej, ke mu ba ma mole me këngë kështu.
Bukur, duke qenë se përmende Nikollën Nikpreli, dua të pyes në të ardhmen tënde, ku ke dëshirë të këndosh në një festival të madh shqiptar? Ku është ëndra jote që një ditë të hypësh në skenë dhe të këndosh? E më duket se më shumë veç kitë me hipën shken është të kisha shumë pali se ata në më njoftin si familje komitete. Familje komunitetit. Mirë, atëherë në këto momente ne Albana do shkëputemi dhe pastaj do vazhdojmë edhe pjesën e fundit të bisedës tonë, duke qenë se kemi edhe disa video, disa fotografi nga aktivitetet ku ka marrë pjesë Albana. Atëherë të ndjekim të gjithë së bashku me vëmendje për të parë se sa ka qenë Albana angazhuar gjatë kësaj kohe dhe vërtet ka spikatur. Ka spikatur sidomos këtë verë, ajo ka qenë, besoj, personazhi më i njohur gjatë kësaj vere. Atëherë të ndjekim këto sekvenca duke falendëruar prindrit që na i kanë dërguar këtë video për t'i ndarë dhe fotografitë për shikuesit e televizionit Point dhe rikthehemi natyrisht në pjesën e fundit me Albana Gojçaj. Jemi rikthyer në pjesën e fundit me këngëtaren më të vogël, më simpatike, Albana Gojçaj. Albana, si shikon veten pas disa vitesh? Albana e vogël që këndon për çejf apo Albana që këndon si një profesioniste?
Kur në kam vogël, tash këshiri mrapën, o që sa bukur kam këndua, sa bukur kam vallëzua. Edhe kur e këshiri mrapën, gjithmonë jam tu me qiesh, sa nuk jam su me tu me po, atër nisi me qiesh, po edhe më pëlqen. Po do bësh profesioniste, do vazhdosh të merresh me këndimin? Po, kitëm, unë kam bo ma shumë me vezgjua, sepse një tu me bo, pse me nalua, një të pëlqen shumë, edhe të zemra me bo, me një gju zemrën sepse bela të boha diçka të male, nuk e din se të boha të male. Po, unë uroj shumë që ti vërtet të bësh një artiste e madhe, një këngëtare e madhe, do më tregosh se kush është ai këngëtari apo këngëtarja që ti e adhuron, që ke idol, që dëshiron të bëhesh si ai personazh. Ma shumë Nikoll Prelej, edhe baba jemi, se baba jemi më kam pru deri këtu. Pra, babaj dhe Nikoll Prelej. Unë uroj shumë e dashur që ti arrisësh gjitha ato dëshira, ti realizosh dhe të shohim Albanën. Unë do jem plak kur do të shoh Albanën në skenë duke kënduar, duke kënaqur gjithë publikun. Jam më së bindur sepse qysh tani ti ke filluar të kënaqësh që të gjithë. Më vonë, çfarë do bëj Albana? Albana, cili do ishte mesazhi për të gjithë ata fëmijë shqiptar që jetojnë jashtë, pra jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe në Evropë, kudo që jetojnë, kështu si ti, për të ruajtur gjuhën, këngën dhe traditat tona. Çfarë mesazhi do doja ti tu përcjellje? Unë dhe me thënë mesazhin me një gjua zemrën e mos me thënë që thot dikush tjetër, edhe sepse një për Amerikë, a një Europë, ma mirë me pas gjuhën Shqipen një për zemrë. Sepse kemi gjak shqiptare. Se kemi gjak shqiptare. Ke në plan do një këngë tjetër? Kur do realizosh do një këngë tjetër? Je duke menduar, është babi duke menduar, mund të presim shpejt edhe do një këngë? Kemi me po, tash. Do shohim. Kur kthehesh për Amerikë? Kur do kthehesh? Në nesër. Nesër do kthehesh, pra ti do vazhdosh në shkollë, do vazhdosh me aktivitete atje, dhe do vish edhe vitin tjetër? Po, edhe vitin tjetër kitë më ardhë. Kishte mu dash me ardha? Nuk do mungosh, pra ne të presim edhe vitin tjetër. Urojmë që të na vish edhe me projekte të reja, me këngë të reja, të gjithë të kënaqemi, të dëgjojmë dhe të argëtohemi të gjithë së bashku me ty. Natyrisht ke mundësi edhe të bësh përshëndetjen tënde. Kë dëshiron të përshëndesësh? Unë du me përshëndes mamin, babin, motrën e vllaun, du me thonë shia nesër edhe të dua shumë. Edhe disa tjetër du me thonë du me falimindurua Nikoll Prelej për tani këtë support si ke mlanë. Pra dhe këngën që ta ka dhura. Edhe këngët si ma ke godit. Bukur, atëherë vërtet bravo të qoftë, pra nuk din të harrosh ata të cilët të kanë suportuar dhe të kanë ndihmuar. Albana, të faleminderit shumë, uroj të kesh një rrugë të mbarë dhe shumë suksese dhe të shihemi natyrisht në vitin e ardhshëm. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit ton. Faleminderit shumë gjete. Shikues të nderuar, natyrisht faleminderit edhe juve për vëmendjen. Natyrisht neve në fund kemi edhe një këngë. Këngën e Albanës, Jam Albana, vajzë shqiptare. Ta ndjekim të gjithë së bashku dhe me këtë këngë ju përshëndes të gjithëve duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Bashkë, mirupafshim.